Kompania serbe e naftës NIS, e cila është në pronësi të pjesshme të Rusisë, njoftoi se nuk ka arritur të sigurojë një tjetër përjashtim nga sanksionet amerikane, duke vënë në rrezik furnizimin me karburant për importuesin më të madh të naftës në vend. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën sanksione ndaj NIS në janar si pjesë e një fushate më të gjerë për të izoluar asetet energjetike ruse në Europë. Deri më tani një sër përjashtimesh kishin shtyrë zbatimin e këtyre masave, por kompania njoftoi se nuk do të ketë më zgjatje të tyre. Licenca e veçantë nga Departamenti Amerikan i Thesarit që mundësonte funksionimin normal të kompanisë nuk është zgjatur, thuhet në deklaratën e kompanisë. Gazprom Neft, një kompani ruse, zotëron 44.9% të aksioneve të NIS, ndërsa një njësi investimi e Gazprom ka 11.3% të tjera. Qeveria serbe zotëron 29.9% të aksioneve. Ndërmarrja që furnizon në rreth 350 pika karburanti në të gjithë Serbinë u përpoq të qetësonte konsumatorët, duke deklaruar se kishte siguruar sasi të mjaftueshme nafte për të vazhduar punën e rafinerisë së saj në Pančevo afër Beogradit. Kapaciteti vjetor i kësaj rafinerie është 4.8 milion ton. NIS theksoi gjithashtu se qytetarët mund të përdorin valutën vendase dinarin në rast se ndalohen pagesat me kartat ndërkombëtare të kreditit. Kompania u shpreh gjithashtu se do të respektojë të gjitha marrëveshjet kontraktuale me partnerët e saj të biznesit. NIS përmbush rreth 80% të kërkesës serbe për naftë dhe benzinë, edhe 90% ose më shumë të karburantit për avion. Serbia importon naftën e papërpunuar nëpërmjet tubacionit Janaf nga Kroacia. Një ditë më parë Janaf bëri të ditur se Shtetet e Bashkuara kishin zgjatur licencën për transportin e naftës drejt Serbisë deri më 15 tetor. Megjithatë mbetet e paqartë nëse NIS do të lejohet të pranojë më shumë furnizime pas kësaj date.